Kur që ka thonë djetarët, njëri ka dy takime me Zotin e tij. Dy takime i ka me Zotin e tij. Një takim këtë dunja dhe një takim e ka në ahiret në botën tjetër. Ai që takimin e dunjas e ka të këndshëm me Allahun, do të ketë takimin e ahiretit të këndshëm me Allahun. Ai që në këtë dunja s'ka pas takim me Allahun, s'është taku me të, edhe në dunja nuk do të ketë takimin e këndshëm me Allahun xhallahu ala. E cili është takimi me Allahun në dunja? Namazi. Ai që ka net gati namazit, është kujdes për namazin, e ka pas freski shpirtënore, ka pas kënaqësi, të tillë do ta ketë e takimin nesër ditën e gjykimit me Allahun xhallahu xhelalu. Prandaj të ndrozur duhet të rrim gati namazit. Nuk është ngarkesë. Wallahi let njëri e kryen. Madje e rregullon jetën, ja sistemon ditën, ja freskon shpirtin, ja pastron zemrën, e ngrit, e pastron, e rregullon, e qetëson, e shumë nga dobitë e mëdha që i ka namazin në dunja, mos të asën për ahiret.